Një koment i bërë gjatë një episodi të fundit në The Dalina Show ka sjellë përplasje publike mes moderatores Dalina Buzi dhe ish banores së Big Brother VIP Loredana Brati. Gjatë një bisede me të ftuarat Fatma Haxhialiu dhe Aulona Musta, Dalina, duke mos kujtuar emrin e Loredanës, e përmendja atë si ajo e Jozit, gjë që u konsiderua nga shumë ndjekës si një koment nënvlerësues. Reagimi i Loredanës nuk vonoi. Përmes rrjeteve sociale, ajo shprehu pakënaqësinë. Deri dje bëni një artikuj me emrin tim dhe nuk ishte një, por më shumë se një. E vetmja gjë që mund të them është se nuk është mënyra e duhur. Pas valës së reagimeve, Dalina publikoi një sqarim ku pranoi se komentet ishin spontane dhe pa qëllim përçmues. Ajo ndau një përvojë personale nga viti 2008, kur për herë të parë pa emrin e saj në titrat e një emisioni të madh. Për Dalinën kjo ishte një mënyrë për të treguar se emrat në media kërkojnë kohë dhe punë për t'u njohur dhe respektuar. Ngjarja ka hapur diskutime më të gjera për rolin e mediave në promovimin ose nënvlerësimin e figurave publike, si dhe për ndjeshmërinë që shoqëron ndërtimin e një identiteti publik.